listens to his father and he listens to his mother. He's curious as can be and he plays with you and me. Milo is our friend. Milo! Milo, Milo, do you know Milo? The friendly little bunny. Hajde, babi, mami, gjyshi dhe gjysha po na presin. Erdha. Shpejt, babi. Qyteti i tyre është vetëm 3 kilometra larg, Milo. Do të mbërim në kohë. Çfarë ka ndodhur, babi? Nuk e di. Çfarë tersi? Oh, pas kemi një gonë të rënë. A di se si ta ndërrosh? Sigurisht, por ajo që më shqetëson është se do të më duhet të ndroj gomën ndërkohë që ata po na presin. Do të ndihmoj unë, babi. Unë kam ndërruar shumë rrota në makinat e mia prej lodre, pa ndihmën e asnjëri. Dhe kështu ne nuk do të shkojmë me vonesë atje, ha, babi? Oh, jo. Ku është ai drejt Chelsea? Ja ku është? Oh, faleminderit, Milo. Wow, ti mund të ngresh një makinë, babi? Po, dhe tani shiko këtë, Milo. Vetëm me një dorë. Ja. Oh, jo. Mirë, tani le të heqim bulonat. Ja, bulonat që nga ndryshkur. E di? Kur gjyshi rregulloi biçikletën time, ai përdori vaj, po shkoj të marr pompën e vajit. Ja tek është. Oh. Shkëlqyeshëm. Mere, babi. Oh, faleminderit, Milo. Por unë nuk mund të përdor një armë për këtë. Jo? Kam frikë se nuk mundem. Një gomë makine është shumë e trashë se një gomë biciklete. Ndërsa ato arna të vogla nuk do mbajnë kurrë. Përse nuk hedh sa pika tek bulonat? Oh, mirë, në rregull. Babi, të lutem, kur ta mbarosh atë, mund ta heqësh bullonin e fundit? Në rregull. Mbaje pikërisht këtu dhe shtype sa më shumë që të mundesh. Të lumt, Milo. Arritë ta heqësh. Dhe tani, goma rezerv. Ja, nuk është nevoja të lodhemi. Ups. Faleminderit, Milo. Shkëlqyshëm. Babi, a mund t'i vendosë edhe unë bulona sërish në vendin e tyre? Mirë, pse jo? Ti filloj ndërsa unë do t'i mbaroj. Oh, wow, qenë ka e fort. Tani, futemi në makinë më mirë. Ti më ndihmove shumë, tamam si një mekanik i vërtet. E di? Unë mendoja se të ndërroja një gomë do të ishte shumë më e lehtë, tamam si makina ime lodër. E po nuk janë njësoj, gjërat nuk janë gjithmonë aq të thjeshta sa duken. Hajde. Nisemi tani.
listens to his father and he listens to his mother. He's curious as can be when he plays with you and me. Milo is our friend. Milo! Milo, Milo, do you know Milo? The friendly little bunny. Sa do të doja të prekja ret? Po ti? Po, do të ishte vërtet e mrekullueshme. Por askush nuk mund t'i prek ret, ose të paktën ne nuk mund ta bëjmë. Sigurisht që mundemi, do të ta tregoj unë. Do t'i kudolis pak ret dhe do të bjerë shi. Por kjo nuk është e mundur. Ret janë shumë lart, ndërsa ti je shumë i vogël për t'i arritur ato. Milo është shumë i vogël. 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 Do të pushoj Milo i qepa gojën. Nuk do të them më se je shumë i vogël. Ishte thjesht një shaka. Çfarë? Mos u trëm Judita. Unë vetëm sa po bësha gati të hidhja këtë gurin. Lart e kret. Por neve nuk na lejoj që të hedhim gur, Milo. Nëse ti nuk ja tregon njeriu, atëherë askush nuk do ta marrë vesh. Prit një sekond, Milo. Çfarë ke në dorë ti? Unë doja, ta hidhja këtë gurin te kret. Por kjo është shumë e rrezikshme. Nuk na lejoj të prekim ret? Ju mund të vrisni njëri tjetrin. Dëgjoni. Kur unë isha i vogël, hidhja gur lart në ajër. Dhe një ditë, guri u kthye dhe më goditi në krah. A u vravi shumë? Të doli gjak? Sigurisht. Dhe më pas, unë premtova se nuk do gjuaja më me gur. Në rregull, babi. Edhe unë të premtoj, nuk do të hedh më gur. Tani po, Milo. Ne jemi shumë të vegjël për të prekur ret. E bo sa keq. Miru pafshim ret të vogla. Jo, kemi akoma një mundësi. Mirë, tani ja dole. Kjo ishte. Topi po na tregon se çfarë duhet të bëjmë. Çdo të thuash. Do të ngjitemi lart në çati dhe kështu do të jemi më prareve. Të hipni në çati? Sa të zgjuar që jeni, kështu do të vriteni nëse rrëzoheni nga çatia. Mirë, zbrisni poshtë. Më përpara ishte guri, ndërsa tani çatia. Ti je një trim i vërtet, Milo. Për të shmangur rrezikun, ti duhet ta mendosh mirë përpara se të nisësh një aventurë. Shikoni, era e shtyu poshtë topin. Topi, era. Do të kthehem për 1 minutë. Këtë herë, mendoj se ishte vërtet i mërzitur me mua. Jo, Milo, babi yt nuk është i zemëruar. Fëmijë, shikoni çfarë kam. Merrini, secili nga një. Këto balona janë shumë të lehta. Lëshojini dhe era do t'i marrë me vete dhe do t'i çojë deri te kret. E ke ti radhën, Judita? Në rregull. Wow! Ja dolëm! Faleminderit shumë, babi! Sikur ndjeva një pikëshiu. Edhe unë! Ne bëm që të bjesh singaret! Ura!
listens to his father and he listens to his mother. He's curious as can be and he plays with you and me. Milo is our friend. Milo! Milo, Milo, do you know Milo? The friendly little bunny. Unë nuk e dija që gjyshi im ishte peshkatar I mirë. Ne peshkuam tek liçeni dhe kapëm një peshk që ishte I madh. Milo, Judita, doni të luajmë së bashku lojën ngriva-shkriva? Po, por vetëm nëse bëhemi dyshe mirë? Në rregull, unë dua të jem me Juditën. Atëherë po unë me cilin do të luaj vetëm? Si thua për Lizën? Ajo është vërtet e mirë. Kalamoja, e shkojmë ta pyesim. Hej, Liza, do të luash me skuadrën e Thomasit ngriva-shkriva? Do t'ua tregojmë qetin. Së bashku nuk do ta humbasim lojën. Jo, unë nuk dua të luaj. E po, më vjen shumë keq, sepse të kam parë herë të tjera kur ke luajtur dhe më je dukur lojtare shumë e mirë. Edhe Thomas je shumë I mirë. Së bashku ju formoni një skuadër mjaft të mirë. Mos u lodhni kot. Unë nuk dua të luaj. Kjo është e gjitha. Prit! Po me mua dëshiron të luash? Jo. As me ty nuk dua të luaj. Hey, mos ke turpë, po ke ndonjë gjë tjetër. Po si të thuash ti, Tomas? Përse jo atëherë? Përse nuk do të luash? Nuk më pëlqen të luaj me djem. Jacka. Kjo është gjëja më e çmendur që kam dëgjuar ndonjëherë. E di, unë ja kaloj gjithmonë mirë me çunat. I kam shumë shok. Ndërsa unë të them që ata janë gjithë të mërzitshëm. Tamam si vëllai im. Të lutem shumë, ma jep kukullon time. No, ma të përsëri. Të lutem, pra ma jep. Por vëllai yt është vëllai yt. Dhe ne nuk jemi vëllai yt. Për ne të tre, njeriu më I mërzitshëm je ti, Liza. Çfarë? Po, përderisa ti nuk do të luash, ne nuk mund të bëjmë lojën tonë. E kupton? E po... Atëherë? Përgjigja është akoma jo? Po, jo... Eja, Liza, le të luajmë tani. Ja, mund të fillosh ti e para. Dhe më pas do të jetë radha ime. Goditje e bukur, Liza. Tani po, edhe 2 pikë më shumë për ne. Wow. Hey, neve na mbaruan zarat. Do thash që Liza ti të luaj shumë mirë. Hajde, Liza, jepi. Është shumë e lehtë. Shiko, Thomas, pas kësaj ne do ta fitojmë të gjithë lojën. Dhe ne fituam në sajt asaj goditjes madhështore, Liza. Të lumt! Wow, ju jeni të zot. Herën tjetër unë dua të jem me ju. Shumë mirë. Ani fëmijë. Ushqimi I madh mbaroi, të gjithë në rresht. Ani, shpejtoni. Unë ja kalova vërtet mirë me ju. Është e vërtet, jo të gjithë djemt janë të mërzitshëm siç mendoja unë.